Nuk ka përfundu me akuzën fillestare të cilën e ka pas. Po, me këtë diçka tjetër. Ki rastet e tjera të cilët njerëz që na arrestu gjë A e për të folë për terrorizëm. drejtësi selektive? Jo, jemi të folë për procese gjyqësore, të cilat zhvillohen në standardet e drejtësisë, ku gjykata i trajton provat. Gjykata nuk merret me çështje etnike, nuk e këshyr Nuk e as që shqiptar është serba, është po, ai ka sytë e vera të kaltë. Kjo është procese të cilat duhet me i kuptu. Ky është vlerësim pozitiv për sistemin e drejtësisë. Po se nuk mundesh ndryshe. Për shkak se nëse ndovë gjykatësit e lëshojnë integritetin, gjykatësit veprojnë çush po thot Kurti, atëherë sistemi bjen poshtë. Dhe ne do të me kuptu që serbëve do të m'ju tregu që nëse kanë diçka në raport me institucionet tona, është gjykata ajo që e bën këtë punë. Çka po ndodh tash? Lista serbe nuk e çon këtë mesazh të qytetarët. Realisht lista serbe i mban të shkputën qytetarët prej sistemit të drejtësisë. Okay. Po çka bën vet? Kur i djegët bishti, ju beson këtyn institucioneve. Po, se di që Lista ka qasë. serbe Po. i dërgon të gjitha ankesat në PZAP. Pra qytetarëve ju thot, mos shkoni në gjykatë se merrni drejtësinë. Në PZAP për veti shkon. Pili drejtohet e gjykatës Edhe i kushtetuese. drejtohet, pastaj halo më shumë. Momentin kur secilit qytetar serb ju ka shkel një drejt, ata nuk i thojnë shkojnë në sistemin tonë drejtësisë, i thojnë se du të me shku në Serbi sepse këtu nuk t'jepet e drejta, ndërsa vetë e testojnë krejt sistemin, të drejtën e realizojnë nëpërmjet gjykatës. Pra vazhdojnë me qëndru këtu. Çka ju thojnë njerëzve?